tokën shqiptare. Të propozoni edhe që 1 marsi të jetë dita e arbëreshve. Ku konsiston? Është vendosur ajo me vendim Këshilli Për Bashkiak. fare pak bëhemi gati të fillojmë aktivitetin e lutem familjarë kemi në organizuar këtë çdo që do të ditë ikë koncertin sot, ta afrohet pak Kemi më pak se do biseduar pak me fillojmë. zotin Maduro që është edhe dekani i arbëreshve në Itali. Hapat e parë të edukimit e historisë shekullore për pjekje shluftake për të mbrojtur trojet tonë. Pasi si vjet kanë pas Shumë disa njerëz thjesht fatkeqësi natyrore, kanë pasur një dëshirë të madhe të qenë të lirë dhe jo të rëbruar. E tillë ishte edhe dëshira e Gjergj Kastriotit, por mendimet, strategjia, oratoria, inteligjenca dhe stili i drejtimit të krijonin bindshëm profilin e një heroi kombëtar. Ishte Skënderbeu ai që imponoi dhe njektoi thellë në gjakun e të shqiptari lirinë dhe dëshirën për të luftuar. Oratoria e tij, mënyra se si mbante fjalimin përpara syve të çdo shqiptari të lodhur nga zbutjet, vështirësitë dhe hidhërimet e luftës bën të turmën të ngazhlyer dhe unë se kjo na shërben edhe ne Skënderbeu u mësoi shqiptarëve se as një herë nuk mund të humbasesh nëse lufton me zemër. Skënderbeu luftonte gjithmonë me zemër. Skënderbeu u mësoi shqiptarëve të ishin muri gjallë i kështjellave ku jetonin. Të krijuar një barrierë të pafryeshme sa herë që Osmanët përpiqeshin shumë forma të hynin në vend. Por mbi të gjitha Skënderbeu u mësoi shqiptarët e tij. Nuk kanë lindur as dje, as sot, as mot, e as kanë për të lindur kur ata njerëz që kanë për të harruar këtë figurë shekullore. Prezentoj veshjen më të vjetër shqiptar.
Gjergj Kastrioti ishte prinsi më i madh. Absolutisht më i madh i epokës së vet. Ai ishte I pari që përboloi me mendje të hekur dhe vizion madhështor rrugën e Shqipërisë. Jo të dëshirën nga India apo nga Perëndimi. Ai që themeluesi I idesë shqiptare me tërë ndërlikimin e saj. Ai ishte prinsi më I madh I Ballkanit, që I dha vendit të tij një orientim drejt Europës deri në fund sa vdiq. Ai ishte testamenti I parë I orientimit shqiptarëve drejt Perëndimit. Testamentin e tij e zgjoi brushën e fuqishëm rilindja shqiptare. Skënderbeku, si shëndon me personazhet e mëdha, mbështjellën rreth vetes edhe këtë Prizreni sepse ka dhënë 5 subjekte. Ancora Na pas ka respektuar Prizreni. Pas 550 vjetësh, ai mbetet personazhi numër 1, më aktual se kur, I lidhur drejt për drejt me problemin themelor të kohës, rikthimin e Shqipërisë në Evropë. Ai është programuesi I parë, arkitekti I këtij projekti. Ka 550 vjet që himnizohet për këtë projekt dhe paqja vite sulmohet pikërisht për të. Në këtë pikë, ai është I pamposhtur dhe do të dinte I pamposhtur qoftë në kundërvesh Shqipërisë, në rast se ajo do ta humbte përkohësisht orientimin, siç ndodhi gjatë viteve të komunizmit. Duke pranuar Skënderbeun si një personazh të madh të saj, Europa ka pranuar në të vërtetë thellin shqiptar. Atë që rastimi më I fortë se Shqipëria fizike. Nuk ishte as pjell e ndonjë miti e as ndonjë besimi fetar. Dhe kjo s'është as pak një metaforë. Ideja mbrojtjes së Europës nga mësymja osmane ishte ideja e parë e kohës. Shumë popull u rreshtuan për mbrojtjen e saj. Ballkanët, hungarezët, polonezët, austriakët, kastriotët I qelloi të ndeshej pikërisht në rrugën e mësymjes parë, asaj të tmerrshmes. Arbreshët e thirrsojnë si profani pa fat, që nuk arriti dot të tërhiqte plotësisht Evropën për të luftuar në Ballkanin perëndimor. E megjithatë, ai bëri të pabesueshëm, bashkoi aq sa mundi ushtrinë dhe kështjellat e tij me europianët, sidomos me afrimin e fundit të jetës. Do të mjaftonte vetëm ky fakt, në të vërtetë kjo ide për ta bërë atë të pavdekshëm. Partecipano alcuni domani, c'è Struga. Sono questi e c'è anche Struga. Struga perché faranno il ginnasio anche con il del Brescia. Verranno domani. Guarda, poi noi per loro. Ma con Struga sotto. Poi chiami le Struga perché mi Ja čuli ovo. Ja, počuli pa stari. Se ki mi gleda ty.
Shqyre që e kanë marrë pas durim me mësu kjetë. Po, e kanë me shumë pasion në kishtë. Së mos kjo vjene për në të ensegnimit që në kemi këtyre të Permeti, eh? Dhe kanë një gjergje i bronzë, prap tropën e ngre, si kur turqit të zonë, këmbët e pasme në bunë në kohë, e të para flarë në horizont. Dhe kudo, shqiptarët kuvanë, zjarë i rishë, si për maleve u shkreti, tropu i ti u rast kambanë, tropu i ti si rufeja në dezë. A i tropu rris me vete rëmbeu, prashën dhe këtimin tonë, janë në fundit që raskën dhe vete. Besa e parë, se në këndojnë ndërpëroje gjakë, dhe këmbojnë lot qëmimi, për plasti patkojt në tryes të Bismarckut, rasi rufe në Kongres të Berlinit. Nuk të bëmë në legjendë në gojëfrana të shkruar. Mangu të mbetesh për çdo temë mallështie pa mbaruar. Nuk të bëmë në hero, në për tituj, dekorata, as që ke nevoj për to, sa të ngritë në dorë shpata. Nuk të bëmë në emër, në të sheshe, monumente kalëruar, inventive, historia. Të shëndrum vendin e Vlorës, që të vendi kryetarit fushatës, në zona tuja. Dojnë me principal, shërmoni, ose ndërbej, zhvërtimento në vjotën pra.
edhe kena Durrësin Në Lesha, me Babilionin kena firmos marrëveshje. Sigurja Artizan dhe është kryte në rrëq, muzeu për Artizanët. Edhe ne po e marrim këtu. Jo, paralel kena me inauguru, paralel do ta bëj. Apo, nuk është inauguruar atë, na? Jo, punë me vazhdoj, punë. Për ditët e netët e gjata të rrethimeve, për luftrat e repta fitoret, por shpesh të harrojmë ty. Harrojmë si kthehja I jonë në veteja, dhe të dera, dhe fisjetim. I merje në trupin tënd, dhimbjet e plagës e të dërëve. Potencialarë, I duhet të kushonë për parë, për qërërisht të fundës po vetë një stokë, para gjithë të tokë. Në zonë, Hajde, ja ma bëni foto me këtë lojë. Shqinje si rëndon në shqinje të rëndë. Si të në shqinje të rëndë. E për të bërë dhe rëndë të rëndë. Në ishën të mëzdoshme në rëtimet e gjata. Aqe do mëzdoshme një edhe të një në vënd teksi. La città 33 miglia, ma durante l'estate vengono le turisti. Non si può uscire di casa. Non vale per Opit shpata,eu Eskënderbeut. Sì, sì, molto bello, bravo. Ehi, Cosimo.
Mos kërkon gjë për ne. Apo jep kjo. Era më kësaj, desë s'ka problem. Më lejmë ka pas ka. Vazhdojmë me legjin Adriana Vata. Paulo. Sima. Come fa il centro degli osservatori? Il canali. Occitana imina e guidoni e mi genin se la conda deriva sia i yle aure io perdoni sprej kur vice në mano doli driva o ku e keni ju atë prima rina ju që për të tjera se skursëni se javë ndroni aqë në përëndivikë Tradita e vjetë, no? Questi li fanno pure da noi. Il dore non vi A ti Krishti të kohët të shprishur në kurorë, përballë dole vetë që të merje hak ndaj atij tirani, djemë rëndyrës e i dhanak, që dhejmë të tënë i plakët e nderet e pafunë imperiale dhe lavdim bërgjit e kitur, të mbrojë e përre me kërësuar, si shqika në nore, gjëtë zbuluare premërisë pafunë, të shqyqeta dhe solmuar. U që veshe nga një fe që kishtë ndarë nga shpia, babaj, dhe vërëshmi Ne i bëjmë të gjitha, qdo i që nga shësirën e bëjmë, Elbasani bukur Elbasani të gjitha. Kam një shoqe, si dikur në shoqe, Ta ma shoqe koke. e ndërsa bona kretet qetë kundronte, paruajtur qoftë dhe kishtë përshtim, para huve, i herë duar për të tëndin guxim, kur kombit tonë, si shi, gjatë ku mërdu vajzë, ku e ka qenë. shpirt martirë, e aprapë dhe akmeru, nga pluri, njëria si la mundë në rëtësim, bëju edhe një herë frëmëzim, për kryqin e ndritur, deri në mëshim, dhe kami së nga Pashije, nuk është kryetar pashije. Pritësim. Ti të fetë mëshë të deshë, një orë. Keni ato. Tani kam futur edhe mbesë, mbesë le bëj pak flokës dhe Dhe ja kam mësuar edhe gocës motrës, gocave të lajt, gocës rinën, e kam trashëguar, po do që në ndjerë gjithë. Elbasan. Sono fatti tutti
Gjakovës për këto, se janë edhe më ngush. Gjakovës i ka kalon ngush për këto, po thamë. Poi punon shoqja, gruaja, mirët me art, me piktura i potencialit të kësaj. Do të çapa ti shet ti vetëm? Po jo sot më nemoj. Sot mira me këtë punë. Që ka vraj valla. Se gjeta unë një gruazi më bakshon. Ska më voj, i keqë më në fakt. Se bro, më brat, më se bashkë. Nuk e i vojnë. Ha? Nuk e i vojnë bashkë. Jo, në bashkë. Questa è una cosa molto rara. Questa è della regione di Mesina. Dhe u sulën përsëri Osmanët. Troku I kuajve ngrinte pluhur, re, të mershëm ulurinin si tufanët, ku është varri gjindit Skënderber. Fushat tona nëntavaj tonë, qielli unë I bukur mbante zi, ndërsa kuajt për mbi dhe trokonin, në mdhe, heroi kish agoni. Dhe I gjetën varrin tek një kish, shpatat e gërmuan dhe unë e zi. Eshtrat jashtë I nxorën, por si bishat, midis tyre I ndan, si hajmani. Si pas gradave I ndan eshtrat, gjokseve I varen, dhe pastaj, duke të undur hajmalit e të mershme, ikën në një dalë, në një vaj. Rrugëve pa fund, beteja shmurur, u shpërndan eshtrat e herojt, trit vëriu tutje, trit damërit, ndan brigjeve, ku lufta shkojnë. Dhe eshtrat e herojt vrapuan e u varosën bashk me ata, rëzave, kështjellave ku shkuan, në Ballkan e në Canak, kala. Dhe herojt shpërndarën për botë, netve të erta gjumë s'ka, ku buqet e shfrynë fortune fort, ku rreth dalga, në Canak kala. O, si qduke, jo një varë vetëm, nuk e mbante brënda trimin dot. Ndaj prapë la shuan Ti në gjak të tyre, varrin ke, o I mbetur pavar, o Skënderber.